Rikthehemi edhe njerë së bashku me një falënderim për Vodafone. Rrjeti numër 1 në Shqipëri që na bën të ndihemi kampion çdo ditë. Vlerësuar sërish edhe këtë vit për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Faleminderit Vodafone. Do të shkojmë sërish në shtëpi tani. Atëherë jam sërish me ju dhe është momenti për t'ju folur pak për sfidën e buxhetit që kishit nga Jet Bank. Që sa herë që binte gongu, duhet bëhesh i dyshe dhe të flisnit për listën e famshme të pritjes. Jam i bindur që jeni kurios të dini se sa buxhet keni fituar këtë javë nga sfida e thirrjeve tuaja ndaj publikut për t'u regjistruar në listën e pritjes së Jet Bank. Shohim në ekran. 90%. Wow! Pra, keni 100% të buxhetit javor. Falenderoni publikun që ju ka mbështetur në këtë sfidë, sepse çdo thirrje juaj ka bërë që ata të regjistrohen në listën e pritjes së Jet Bank. Kështu që bravo, 100% ej. Po çfarë do bëni? Do blini ku di unë? Salat ruse, qa ka në një gjë kështu, në një gjë luksoze, ananas, qa mund të vjetë? Kaviar, po, ja, e shikon miri, di këto kaviar, more bravo, miri super me kaviar, oho. Ashtu i themi në spanjollët. Ndërko, Black Swan. Se më kujtuaj që nga fillimi ajo e Natalie Portman e shkreta që i jepte mamaja vetëm një gjysëm portokalli, sepse duhet luan të atë rolin e kështu me radhë. Ti e ke zgjidhur ndryshe, kam përshtypjen. Po, Ledion, unë kam zgjidhur me Manati. Edhe me thënë drejtën, sa po vjen dhe po mbaron Big Brother, po ndihem shumë nostalgjike, po jam shumë e lumtur që aty jashtë do kem Manatin që do më kujtoj gjithë rrugtimin tim këtu brenda. Dhe njëkohësisht jam shumë e lumtur që këtu brenda këtyre mureve pa aktivitet kam patur mundësi që të ruaj peshën time dhe të humbas kile duke ndënjur. Dhe kështu dukem tani me Manati. Bravo. Dukem dhe jashtë në po Manati. Faleminderit që Manati. Kam përshtypjen edhe Mateo me Manati, po duket gjithmonë më shumë i dobët këtë periudhë. Ne s'di po presim të fillojmë palestrën, po edhe Manatin jashtë s'kemi për dalon. Ore, ti po ngrio në një gjë aty? Ngrej për kena. Jo, ma jo, që shik jo, po ka aty tavolina, ka rigë, raqe, fillon ngri pesha aty. Edhe 2 javë tashi, dhe të vazhdojmë palestrën ngrem hekë. Edisën e habite, sa ishte 73 pompa Edisa? Po, i qini dash, po 73 pranohet, se ka kohë. 73 janë shumë. 7, do me thënë, Monika që shkon çdo ditë në palestër dhe Jalla po i bëri 22. Sa, 5? Monika po bëri 22, është 2. 5. I bëj që me hila. Po 5 bënda arbëri që s'ka shkuar kur në palestër. Që është kjo 5, unë të ty kisha shpresat 5. Atëherë, do flasim pak tani për një dinamik. Publikun e lajmërova që në krye të mbrëmjes që ka zhvillime në dyshen Miri Rogert, sepse ky i fundit prej kohësh në fakt diskutohet nëse marrëdhënien me Mirin e ka të sinqert apo ka gjithmonë, si ajo shpreha Darda e ka bishtin brapra, pa ka gjithmonë një agjendë të fshehur për të dalë në përfundimin final. E kemi diskutuar të paktën në këto 2 javët e fundit dhe dua t'ju lë të shihni tani debatet ose më saktë kunjat e vazhdueshme që Rogerti ka hedhur gjatë këtyre 72 orëve të fundit, se di a për të për peshkuar apo jo, një lloj rrugtimi i të gjithë marrëdhënies së Miri dhe Rogertit nga fillimi deri më tani dhe një deklaratë interesante që ju ftoj ta shihni në këtë klip. Shoh. Ti e bukur për momentin dhe je në bishën, po jo ku jetojnë happily ever after. Happy ever after edhe po dua unë këtë do të me atë. Mirë, okej, të Se zesh. është o unë, o ti. O ti, o ai. Dhe unë kam knaqësinë daç me ditë më ardhur me punu për ty, që je në një relationship që është ster zi. Dhe unë kam dëshirë që unë të jem me ty. Bashkohemi bashkë. Unë hyj
hyna me spatë ndorë për me heq me mirin dhe gati funksionoj, ti mytë mu. Po tjetër unë mendoj që një moment të lojës unë do të dalë kundra mirit, po se kur leverdisi mo. A ditë që tash me kenë unë vajsi shafut, kisha vetëm me do mesazh që mos rrim me te. Po. Ti e i letë për të blejë, unë blejë ty, shumë letë, o ti qasketan, o debi, o ti ketan jam i knaqën me kenë një babi në qesë me njëra. Unë me Rogertin kam pasur një fërkim, një argument është argumenti i incesit. Ti e përdorus fana, ti e përdorus fana, shta me i ke. Unë e vaj që t'kam rras pak me të rëgu kurën tane. Ti e pravi qesit më. A ti që do të bëjë? Po, që do të bëjë? Mirin, për punën e incestit e sulmova sepse erdi dhe më konfrontoj fizikisht për punën e Selins me i hypsi për me i dorë kur ishte të lutë hapa do lapa për ta mërët për mos me e gjetë Kristi. E bëna që ta kujtoja se qa ka thënë, që është marrë për te. Ma jepi ditë që e kisha imaginuar që do ndashe. Po di qana, Por që ta dish, ke dhanë më shumë për këtë lojë dhe për te, dhe i ke hangër tëra goditet për jasaj. Alessio pastaj ishte Chelsea tamam i im për bashkimin tonë. U thy një tip akullit kundërshtarie mes nesh. Janë lidhë vetë dy forcat që janë afru vetë e kanë kuptuar që kanë një kundërshtar për bashkë, që ishte Selin. Dhe që ti bashkohesh me Selin, mu më thënë zemrën. Po ma thyve zemrën, të qëllmoj si Selin tanë për çdo ditë. Ty është për sa më Keq fare. Pra në besë, mirë. Se qa do bësh pastaj, do bësh nomë. Po si gjamë, të cakatoj për çdo ditë. Pika që ne të dy u bëm bashkë është momenti që unë ndalla nga Selin. E ju afroa me mua sepse e kishte kundra Selinin bashkë me mua. Ty për një ftesë në radhë të Malit të tha do prishimi për jetë, ty do shkush sa të thënë si do prishimi për jetë, po nuk e ftoj Malin. Ti e manipulove situatën Selin. Kë do të ftosh? Rogert. Unë kam dëshirë të ftoj Shëndritin. Apo nuk e do Rogert. Ku do dohet i këtu për shumë? Malin duhet me fakt. Rogert ku do të ftoshte? I vedë mirë. Edhe? Edhe Elisa. Për shumë Malin e llogaritë. Cilë keni ftu? Shëndritin dhe Malin. Po si, vendosti apo Shëndriti është vendosni zidja bashkë? ime, Mali është zidja të dyve. Nuk besoj se mirë mund të ketë pranuar, se mirë ta e di se ti e ndrove tani pa fyt mirë. Jo. Ajo mund dësoj një konflikt. Po ajo do të për të tërgu që e ka mund në kontrol mirin, qose ai kishte zgjell për të pru Malin, ishte total pabesi, por miri nuk bën nga ato gjëra. S'ka mundësi për me kënë dakord mirë, si ka Do të mundësi. përmi intervistën time, more. Mirë se pranon me 1 milion vjet. Ose ai po të lën ty ta nënshtrosh mirin, ose ti po e bën pa pyetjen e mirit. Malin duhet me fakt. Nuk e imagjinosh kur që ti mund të kesh zgjell Malin paradisës. Jo, se kam zgjedhur Malin. Faleminderit. E disha se ka gënjy ajo. Ja ku e rëna cake mashtruese ka shitape. Tani unë dua Rogertin kaq. Okej, Malin dhe Rogertin paralel. Jo Malin, e disën. Fal, je kontradiktor. Njëri unë e kam thënë, përballë Rogertit është thjesht një shpikacak, burracak që nuk i leverdis sepse nuk e ka kapacitetin edhe logjikën dhe argumentin për të dalë bashkë. Me hyte dera. Kam thënë e di. Parda i. Ha, parda i. Ja bëre me sy. Ja bëre me sy po Malin. Të thash, që Shëndriti është. A ke thënë ti që nëse ai fton Malin, unë prishim për jetë? Po. Bukur. Nuk e ftoj Malin. Se s'duhet prishim për jetë. Miri ka e mbijetu mas ndarjes me Selins, nuk s'do të tem. Nuk kam besim në mirë. Unë çdo moment jam duke pa left, right, a mos ma fut sot, a mos ma fut nesër. Roger